Si të fitoni 18.000 euro në muaj pa lëvizur nga shtrati? Të fitosh para pa pasur nevojë të ngrihesh nga shtrati tingëllon si puna e ëndrave, edhe më mirë kur paguash mijëra euro. Qendra Gjermane e Hapësirës Ajrore DLR po kërkon 12 kandidat për të kaluar 60 ditë në shtrat për studimin e saj në bashkëpunim me NASA-n. Kandidatët që përfundojnë programin 2 mujor do të paguajnë 18.000 euro. I planifikuar të fillojë në vjesht studimi kërkon që pjesëmarrësit të kalojnë gjithsej 88 ditë të cilat përfshin përgatitjen dhe ndjekjen në objektin e kërkimit mjekësor të DLR-s. Në Köln, studimi synon të riprodhojë kushtet më të cilat astronautët mund të gjenden në hapësirë për të shmangur marramendjen, pengimin dhe çështje të tjera me koordinimin nga rrezikimi i një misioni. Periudhat e gjata të kaluara në hapësirë mund të dëmtojnë perceptimet shqisore si dëgjimi dhe reaksionet motorike si ecja sipas Agjencisë Hapësinore. Ky studim kërkon individ në moshën 24 deri 55 vjeç me gjatësi 1.53 deri në 1.90 metër. Aplikantët duhet të jenë në gjendje të mirë shëndetësore, të mos pinë duhan dhe të kenë njohuri të mira të gjermanishtes. Pjesëmarrësit pritet të kryejnë aktivitete të përditshme duke përfshirë higjienën personale, shkuarjen në tualet dhe ngrënien e shtrirë.